mërgata ose mërgimi është një plagë që nuk shërohet kurrë. Ku jetoj mundem me arrit materialisht pa marrë parasysh çka. Nëse nuk bojmë diçka për vendlindje, ta garantoj vlera që secili është shumë i zbrast shpirtërisht. Prind i ri e re që vjen diaspor, pa marrë parasysh mos t'i lejojnë fëmin me harru gjuhën shqipe. Mos t'i harrojmë traditat, mos t'i harrojmë vlerat. Traditat tash po ndryshojnë, ajo është diçka tjetër. Muaji tetor, muaji i shëndetit mendor, një temë gjithmonë e ndjeshme. Mirë po, tani po duket ajo ndjeshmëria ndoshta më zbehur për faktin që po flitet për shëndetin mendor, po trajtohen çështjet e shëndetit mendor edhe në baza individuale. Është shumë kënaqësi për këtë muaj ta kem të ftuar psikologën Shkëndije Berisha Pacolli nga Gjermania. Mirëse erdhe Shkëndije. Mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën Vlera, është kënaqësi gjithmonë. Faleminderit që të gjeta këtu. Po, nuk është rasti, pikërisht që shqetësike edhe ti më herët, domethënë kam ardhë respektivisht për ditën e shëndetit mendor, edhe pasi që këtë muaj është intenzivisht më shumë flitet për shëndetin mendor, prandaj jam edhe këto. Faleminderit, o shumë kënaqësi për mua me të pas. Shkëndije, qysh është situata ose nëse muj me thonë e përgjithshmja e shëndetit mendor të shqiptarëve në Gjermani, për shkak se jo është gjenerata e tretë, apo që edhe mendoj që është bajagi një angazhim i familjeve që me arrit me majt gjuhën, me majt traditën, që konsideroj që shumica i kanë. Po thuaj se të gjithë ndoshta me ndonjë specifik ose te i kalim që kanë mujt me e bo. Qysh kishe mujt me e përshkru në vija të trasha? Unë mendoj se shëndeti mendor është një sfidë në vete, globalisht, sidomos pas pandemisë, e dim gjithë se ankthi edhe frika janë, unë tham, smundjet e dekadës, edhe pse nuk janë smundje, mirë po simptome. Kështu që sa i përket shqiptarëve në Gjermani, unë pasi punoj me klientin, domethënë në Gjermani e kam shqiptare, kam vendosur edhe vet. Unë nuk e shoh një dallim shumë të madh, domethënë ndaj popullsisë gjermane, përkundrazi. Mirë po, nëse e bëj dallimin për gjeneratës parë, domethënë në gjenerata e dytë jo mune, tash në gjenerata e tretë vajzat e mia, vret një dallim për arsye se gjenerata e parë kam pas sfidë mbijetese. Gjenerata e dytë kam pas sfidë të identitetit, tham në atë mënyrë, ndërsa gjenerata e tretë tashti ka një sfidë të kuptimit, domethënë për arsye se jetojnë midis dy botra, midis dy kulturave, edhe është pak më e vështirë. Mirëpo, unë kur punoj me gjeneratën e tretë, gjithmonë mundohem që këtë ta shoh si resurse, domethënë m'ja vepat ndjenjen që jetojnë midis dy kulturave, domethënë kanë mundësi rriten midis dy kulturave edhe të zgjedhin, domethënë të pranojnë identitetin e tyre dhe të jenë me shumë krenari shqiptar. Kjo është një kënaqësi shumë e madhe që e shoh për çdo ditë në rinin tonë, e shohim edhe ne përditshmërinë që kemi një rini në diasporë të mrekullueshme, të cilët target e kanë Kosovën, kanë filluar tash edhe të shoqëria atyre me promovu Kosovën, Shqipërinë, domethënë vendet shqipfolse, kështu që unë nuk shoh dallim shumë të madh përpos mallit edhe përpos sfidës që mërgjimtari mbetet jetim as në vendin ku ka lind, as në vendin ku jeton, është një farë jetimi me prind gjallë, me thonë në atë mënyrë, ose që ka thonë një madhe Ismail Kadare ndjes pas mërgata ose mërgimi është një plagë që nuk shërohet kurrë. Kështu që ne jemi
ndoshta jemi pasuru materialisht, mirë po shpirtërisht jemi të varfërum secili mërgjimtar që jeton pa marrë parasysh kudo në diasporë është shpirtërisht i varfërum. E këtu e shoh mangësinë, domethënë mos më thon mangësi, mirë po kjo është një sfidë që nuk të i kalohet në kurrë, përderisa jeton në Mërgat. Përndryshe shëndetin mendor tek shqiptarët në diasporë, po flas në Gjermani respektivisht me klientet me të cilët unë punoj, e ka një psikologji shumë stabile, shumë të fortë, shumë të qëndrueshme, edhe pse tash ka fillu, domethënë stigma, në vërtet, stigma ndaj shëndetit mendor, tek ne si popull, si shoqëri, edhe në diasporë ka fillu pak mu zbeh, domethënë ato qarjet e para, plasaritit e para që kanë fillu, shihen, kështu që kërkojnë sa më shpesh ndihmë te profesionist, edhe e shoh një përmirësim, me thonë. Po. Tha shkëndije që për rinin i përmende që jeni rini shumë e mirë, realisht po më vjen mirë se unë në episodin e kaluar e kisha një djalë nga Londra, i lindur edhe i rritur atje në Foggia, i cili ishte për çdo lëvdat në kuptimin që domethënë e fliste gjuhën shqipe shumë mirë, kishte studiuar atje dhe synimet e tij ishin me u kthy këtu. Kështu që po më vjen mirë, domethënë që krejt që ato e gjenerata e parë, ajo sfida e madhe që ka qenë, po besoj se dallon shumë, dalloni ju si gjenerate 2, dallojnë shumë vajzat e tua, për shkak se kanë qasje, kanë komunikim, ndryshe ishte në ato kohnat e mahershme, e kështu që është shumë kënaqësi me i dëgjuar rinin që e promovojnë Kosovën edhe gjithmonë, domethënë nuk e kanë atë ndjenjen e inferioritetit. Jo, falë Zotit. Rinia është krejt krenaria jonë që ka e kemi në shqiptarët Mërgat. Rinia e sotme është me të vërtet na bën krenar, për arsye se duke fillu prej gjeneratës parë, për cilët kam një respekt shumë të veçantë, sepse janë ata cilët na kanë prunë këtë ditë një farë mënyrë, me thonë, për arsye se përmes tyne nuk i kanë harru rrënjët, e kanë luftu asimilimin, edhe kanë kontribuar në gjeneratën e dytë, ndërsa gjenerata e tretë përpos asaj që përderisa gjenerata parë, si thash edhe më herët, kanë pas luftën për mbijetesë, duke ditë për çfarë qëllime kanë çu vendin. Tash gjenerata e tretë ka avancu, sidomos profesionalisht, aq shumë saqë në ndërtimtari paka shumë pak. Ka shqiptar, mirë po si inxhinier, profesionist shkëlqyshëm, tash domethënë i kanë vendet më të mira të punës, i kanë domethënë gjenerata tretë shqiptarët, si në Zvicër, si në Gjermani, edhe unë për këtë arsye jam shumë mirënjohëse edhe shumë krenare, edhe mirë po edhe këtu është një sfidë në vete, për arsye se tash me gjeneratën e tretë duhet punojmë sa më shumë që ata të punojnë pastaj me fëmijët e tyre, për në luftën kundër asimilimit. Sepse tash ne jemi shtet, ne nuk kemi vizione, mirë po nuk kemi vizionin e qenurit shtet pavarur. Tash domethënë na kosovarët për Shqipërinë po flas ata më herët, mirë po ne kosovarët tash jemi shtet i ri, edhe jemi domethënë një popull i vogël, po me një zemër shumë të madhe, këto e kemi dëshmuar sa herë. Mirë po nuk duhet të harrojmë se atë dashuria tash ka koncept tjetër, domethënë ka target tjetër. Tash duhet sa më shumë të punojmë me gjeneratën e tretë, duke ju sa më shumë t'u ja kujtu që kush janë, nga vinë, edhe mos të harrojnë domethënë vendin e tyre, edhe mos të harrojnë gjuhën, mos të harrojnë traditat, kulturën, edhe pse që thash më herët, domethënë janë rriten edhe po zhvillohen midis dy kulturave, mirë po në asnjë mënyrë mos të harrojnë rrënjët, mos t'i harrojnë rrënjët e tyre. E kjo është a mendon që është sfiduese për shëndetin mendor të njerëzve që jetojnë atje Shkëndije, do thotë që me e majt, edhe pse sfidë është me rrit fëmijë, qoftë në Kosovë, qoftë në Gjermani, në çdo vend, mirë po do thotë me tentu me e majt atë traditën, gjuhën, qysh po vjen e treta gjeneratë dhe ti automatikisht përmend, më thonë të katërtën që vjen edhe me i përgatit qysh me i rujt krejt që ato që ju i keni rujt deri tash. Është sfiduse? Jo, unë nuk mendoj që është sfiduse, për arsye se
nevojat më të fuqishme të njerëzimit, njeriut, është nevoja e përkatësisë. Domethënë piramiden nuk më kujtohet ai Maslow po, pikërisht ai në piramiden e tij e ka të renditur, e ka dashurinë edhe përkatësinë. Domethënë pas dashurisë vjen ndjenja e përkatësisë. Ndjenja e përkatësisë është një ndjenjë që nuk zavensohet me kurrë, domethënë shpirti mbetet i uritur edhe i paplotësuar gjithë jetën, ka boshllëk nëse nuk e din ku e ki venin, domethënë nuk e ki atë ndjenjën e përkatësisë. Kështu që ndjenja e përkatësisë është ndjenjë natyrale, edhe kur prindi automatikisht e ka atë ndjenjën e përkatësisë e përcjell, e bardh te fëmiu i vet në mënyrë natyrale, çka është domethënë natyrshme, duke vizitu vendlindjen, duke ju fol për shqiptarët, për historinë tonë, për traditat, për vlerat tona që i kem si kom, si etni, mendoj që nuk është këtë natyrale. Edhe këtu duhet me cek që është pak më e lehtë tash se gjenerata parë, për arsye se gjenerata parë ka pas sfida më të mëdha të identitetit, për arsye se shqiptarët ne para sa vite, unë para 30 vite kur kam emigruar në Gjermani, ka qenë këtë tjetër shasje, kur ju ki thonë jam shqiptare Kosovës, si kur tash thu me shumë krenari, jam shqiptare, shote vajzat e mia sa krenare janë që janë shqiptare, pom tash kombëtarja që fitoj çfarë emocione, domethënë ne shqiptarët jemi shumë njerëz emocional, unë mendoj ashtu s'paku, edhe emocioni është ai qelsi që atë sfidën që përmene e bën më të lehtë, e bën të natyrshme, kështu që nuk besoj që është sfidë. Është kënaqësi përkundrazi, për arsye se nëse e mohon origjinën, e mohon veten, e mohon jetën, e mohon Zotin, e mohon gjitha ato atribute të cilat ne si njerëz i posedojmë këto. Edhe realisht kur e mohon veten që aty lindin pikërisht edhe problemet. Po, kështu që shumë pëlqej sqarimi, edhe në pëlqej sqarimi i përkatësisë, për shkak se është shumë e vërtetë që çashtu çu tha ti. Më thonë që njeriu e ka të nevojshme, nuk është sfidë, po është çaj realiteti i brendshëm që njeriu ka nevojë me arrit. Shkëndijë i përmendet, domethënë profesionalizmin që është prapë shumë kënaqësi me dëgju te shqiptarët atje në vendet ndryshme të Evropës, Amerika, natë kudo qofshin. Po realisht është fat për ata që ka një person edhe si ti që mirret edhe me shëndetin mendor. Cilat janë, domethënë kryesisht ato, e përmende ankthin frikën si që është realitet që ajo që ti e tha, domethënë që janë ato sfidat e këtyre viteve, domethënë cilat janë ato shqetësimet që mas shumë ti, nëse mundesh mendo ose në përgjithësi diçka që, domethënë që vrehet tek, a ka të bëjë ndonjëherë kur problematikat e njerëzve atje lidhen me, domethënë me mospranimin ose me çfarëdo çështje? Unë që kam mujtë deri tash me vërtetu, domethënë një farë analizë me klientin time, si që thashtë edhe më herët, domethënë është ankthi edhe frikrat ndryshme. Mirë po, tek gjenerata që po vinë tash me vizë pune, domethënë se është një farë dallimi, unë personalisht kam mujtë me caktua dallimin me shqiptarët cilët kanë ardhur para lufte edhe pas lufte, se motivet janë të ndryshme. Domethënë gjenerata parë ka pas motive krejt tjera, gjatë lufte, domethënë mos të flasim me çfarë dhimbje kanë ardhur. Ndërsa gjenerata tretë tash përpos ankthit, është edhe ankthi separacionit, to e vrej shumë të tritë cilë po vinë me viza pune, edhe ose po bashkangjitën, domethënë bashkimit familjar, pa marrë parasysh gjinja, është ajo në gra apo burra. Mirë po, duhet edhe këta me cek, edhin që në profesionalizm, domethënë në psikologji thuhet që gjenerata e bartin traumen. E ne nuk kemi si popull, nuk kemi veç trauma individuale, këtu të me pas parasysh, po kemi trauma kolektive. Kur tham kolektive, nisna prej asaj prej gjeneratës parë, për arsye se gjenerata parë nuk ka pas kohë, nuk ka pas mundësi mi përpunu dhimbjen, mallin, ndjenjën e turpit, ndjenjën e dhimbjes shpirtërore kur e kalon Kosovën, Shqipërinë, pa marrë parasysh prej nga vjen. Nuk ka pas kohë mu marrë me dhimbje, me ato trauma psikologjike. Çka ka bëu, domethënë i ka ndrydh. I ka s'ju ka jap hapësirë. Gjenerata dytë po ashtu. Për arsye se tani filloi lufta.
atër na nuk kemi pas gjenerata dytë, edhe atër nuk ka pas kohë mu marrë me shëndetin mendor, me sfida, çka po ndodh, pse po ndihem kështu. Po tash gjenerata tretë i ka trashëgu një farë mënyrë çka e shoh unë që më shumë kam klientet të ri, domethënë se sa të moshës mesme, cilët kanë më shumë të nevojë, mirë po nuk ka lidhje. Më rëndësi që një gjenerat po fillon, domethënë, po i thën këto stigma. Për arsye që një gjenerat tjetër mos mi bart ato trauma, mos me vazhdu. Domethënë, më rëndësi është që një gjenerat po i thën zinxhirin. Po. Për këtë arsye është mendoj që edhe si këtu në Kosovë, edhe atje është, domethënë, ankthi, frikra ndryshme, mirë po unë kisha cek anktin separacionit e din edhe ti vet, është domethënë tek fëmijët është kur frika kur ndahen prej prindërit, ndërsa tek të rriturit është kur domethënë kur ndahet prej familjes, prej vendlindje, këto e vrej shumë. Edhe unë pikrisht edhe ata emërtimin e kam si këshilltare psikologjisë për arsye se jam një adresë, jo vetëm për psikologji, mirë po edhe për shumë stigma ose për shumë sfida tjera, cilë trit i kanë, domethënë kur vinë në Gjermani, pasi që edhe jam antare, kam fatin jam antare kryesisë Unionit Bizneseve Shqiptare Gjermane, edhe aty kam shumë kontakte ku pastaj më telefonojnë ose më shkruajnë edhe kam falë zotit mundësi që mi orientu ku të drejtohen duke mos e lënë anësh edhe Kosovën, që pastaj bashkëpunojmë shumë profesionistë këto kur kanë nevojë për ndihmë profesionale, shëndetësore, shëndetit mendor, unë personalisht i drejtoj edhe nga Kosova, duke pas parasysh se këtu kem profesionistë mrekullueshëm në Kosovë, psikolog, psikiatër, më duket kur s'kemi pas ma shumë edhe kur jo në këtë nivel. Për këtë arsye, mendoj që është shumë e rëndësishme, sidomos trajtimi në gjuhën shqipe, në gjuhën amtare, kjo. Këtë deshta me të pyet. Po mundona krejt. Po, kjo edhe më interesoj realisht. Domethënë pjesa e gjuhës. A ndikon te ata, a ka ndodhur ndonjëherë për shembull që të vjen një rast ka shku te një psikolog gjerman, po nuk e kanë ndjejat, po mendoj nuk është, se është edhe mentaliteti ndoshta që ndonjëherë te klientat mundet me pas një efekt, pavarësisht që ti aty mentalitetin ose bot kuptimet e tua nuk i shfaq, po prap e ndjen me pjesën e gjuhës. A ka raste tilla kur nuk mujnë me shku te një gjerman për arsye nacionalitetit apo të ndjesive? Po e cek këtë pjesën shkencore, psikologjike, e din edhe ti vetë, se emocionet, sikur në gjuhën amtare, nuk shprehen në asnjë gjuhë tjetër. Ti mundesh me zotru, është se di kush e ka thonë që, nuk e di cili shkrimtar, filozof joni, ka thonë që unë mund të flas në 100 gjuhë, mirë po kur shpirti më dhemb, mund ta them veç në gjuhën amtare. Kështu që emocionet edhe, domethënë edhe nga psikologjia, nga shkenca, është e vërtetuar që domethënë në gjuhën shqipe, në gjuhën amtare tash, shprehen emocionet më së miri. E këto ceka për mos më jalon tash vetit atë lavdatën, kam shumë raste. E kisha cek një, ka qenë një gru, domethënë e ndame prej burrit, edhe ka qenë në mbikëqyrje të shtetit gjerman, edhe ajo veç ishte trajtu, domethënë në gjuhën gjermane, tek psikolog më të mirë, për arsye se kur të marr shtetin mbikëqyrje, kuptohet që nuk qyr tani që me ta gjet veç një psikolog ku e dijon, mirë po ata të cilët janë specializuar për shembull për trauma ose për dhunë psikologjike nga bashkëshortja apo nga familjarët. Kështu që ai kishin të shumë psikolog, edhe përmes një tafërme e kish ndëgju përmes një përkthyeses, i kish tregu për mua, edhe e prun tani me polici, domethënë mbikëqyrjet policisë krejt, edhe nëse na i patën 2-3 seanca, edhe ajo mbikëqyrësja e saj, domethënë ajo punëtorja sociale, mas një javë më telefonoi edhe më pyeti, tha veç po du me ditë çka ke bën me zonjën XY. Edhe unë njëherë u trem, ose thash, çka pas ka ndodh, thash, po ajo ti e din që kjo është në tik të punë, se unë nuk guxoj me jap kur fare informacioni. Jo, tha, veç po më intereson, tha, si njerëz po më intereson, për arsye, tha, se na kemi pas te psikologët më të mirë që i kem, mirë po, tha, pas ju kthy pej teje, tha, ka ndryshu komplet. Buzëqeshjen e ka ndryshe, është qel, ka fillu, domethënë po shkon kurs gjuhës, e ka marr jetën dorë, është krejt tjetër person. Edhe unë i thash, për pas asaj që duhet me rujt, domethënë etike në punë, nuk e baj ato me tregu çka, edhe nuk është
s'ka nevoja e me ditë, mirë po i thash, edhe me të vërtet, kur gjë tjetër nuk bona, thash veç kemi fol gjuhën shqipe. Veç kemi fol gjuhën shqipe, edhe ajo, ai ny, domethënë emocioneve i kom nimu, e ka zgjidh, edhe ka shpërthy, domethënë një gjysore veç ka qajt. Edhe u shliru, edhe ka qenë, kjo është një emocion për mu, se mësë me thonë merit, se nuk është merita jam, është merita saj që ka qenë e gatshme, mirë po për marë në përfundim që rrëfimi në gjuhën amtare është shumë e rëndësi. Kështu që është shumë e rëndësi për ata që të kanë. Po, shpresoj. Edhe jam shumë mirënjohëse, jam shumë falendëruese që punoj me klientë shqiptare edhe kjo është për mu ai boshllaku që e kemi pas, që kemi secili mërgjimtar, se na mundem me pas në Gjermani, pa marrë parasysh në diasporë ku jetoj, mundem me arrit materialisht, pa marrë parasysh çka. Nëse nuk bojmë diçka për vendlindje, ta garantoj vlera që secili është shumë i zbrast shpirtërisht. E këto e kom pas edhe unë, e kom dje, e kom arrit e kom kry disa detyrat shtëpis që i grynë se cila gru që ja ven vetit, do me thonë sa objektiva, mirë po prap nuk kam qenë e mbushun shpirtërisht. Me thonë drejtën, presi kom fillu me punu me shqiptar, me njerëz të vendit tam, ndina shumë ma mirë, jam shumë ma e lumtur, jam shumë ma reflektuse, shumë nuk di me spjegu. Jam falendëruese dhe mirënjohëse shumë që e kam zgjedhur këtë rrugtim. Mënsis po pres mu rikthym bisedë me vazhdu, po për momentin po vazhdoj me një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Shkëndije biseda për mu personalisht, por për krejt ata që po e shikojnë këtë epizod, besoj që është shumë interesante, për shkak se jemi mësuar për shëndetin mendor, kryesisht me fol për na mundemi me lexu statistika, me ditë edhe çka bëhet në Amerikë, edhe çka bëhet në Gjermani, mirë po me fol për komunitetin ton shqiptar, në diasporë, në Gjermani konkretisht, domethënë është për mu këtu është hera e parë dhe është shumë interesante me dëgju. Cila gjini mashkullore apo femërore frekuentojnë ordinancën e juaj më shpesh?
Të them drejtën, janë ma shumë gjinisë femrore, edhe pse gjinisë mashkullore edhe ata nuk mungojnë, mirë po ma shumë janë gjinisë femrore, për arsye se ne e dim që gratë me emocionet janë ma të lira se sa burrat, e sidomos në shoqërinë tonë, mentalitetin tonë, burrat gjithmonë janë rritë me atë idenë që burri është i fortë, burri nuk zguxon me tregu emocione, edhe ashtu ka qenë i destinuar edhe kur ka dalë në gurbet. Mirë po prap për burrin shqiptar në diasporë, unë personalisht e kam një respekt shumë të madh, duke u nis prej gjeneratës parë, sepse burri shqiptar është ai i cili ka dalë në gurbet shumë i ri, ka dalë pa një dorë sak, nuk ka dalë pa shkollë, pa prind, pa familje, pa gjuhë, domethënë i humbur. Ka qenë një farë mënyrë, ka qenë i humbur. Mirë po, e ka mbajt punën, e ka mbajt nderin, e ka mbajt fjallën, nuk e ka harru familjen, nuk e ka harru vendin, nuk e ka harru ndoshta edhe një dashurit parë që e ka pasë në Kosovë, ju ka kthy edhe e ka martu, e ka marrë atje. Domethënë, për burrin shqiptar në diasporë me të vërtet e kam respektin më të madh, për arsye se janë ata cilët e kanë mbajt, me thonë një farë mënyrë, e kanë mbajt frontin. Pastaj i kanë marrë edhe bashkëshortet e tyre, cilat unë thamë që gratë në diasporë janë heroina të heshtura, sepse ato kanë sakrifikuar shumë, sidomos gjeneratës parë, unë mendoj që ajo gratë e diasporës, gjeneratës parë janë ajka e shoqërisë diasporës që ka rrjedhë tash gjenerata dytë edhe tash gjenerata tretë, që është kaq e mrekullueshme. Për arsye se ato kanë sakrifikuar domethënë ëndrat e tyre, vizionet e tyre, edhe për me rrit fëmijën, për mi dal burrit krah, për mi ndihmu si në punë, si në edukim të fëmijëve, pastaj kanë kontribu materialisht në edin gjatë lufte, edhe në Kosovë. Edhe vazhdojnë ende me kontribu, qarkullimi më i madh te ne është kur diaspora është. Po, mirë po prap edhe gratë tashti e kanë tregu veten përmes edukatës që ju kanë e fëmijëve tëne, se gjenerata e tretë është ka dalë prej dikujt. Domethënë, ai është rezultat i prindve të cilët kanë qenë mrekullueshëm, edhe nuk i kanë lënë me harru gjuhën, me harru vendin e tyre, i kanë shkollu, kanë sakrifiku gjithçka që fëmijët e tyre me qenë ma nalt, domethënë një shtresë ma nalt se na ku kemi qenë. E mendoj që kjo është rezultati më i mirë që mundet me tregu një prind. Sidomos diasporë, kur nuk ja ka harru, kur se ka leju me harru gjuhën edhe prejardhjen. Kjo mendoj që e tregon vetë faktin sa të fort është burrat edhe gratë në diasporë, sa të fort janë. Po, është shumë kënaqësi gjithmonë me i dëgju këto tregime, histori, po domethënë këtë anën e përgjithshme, se ne mundemi me ditë, domethënë në baza individuale rastet caktuara të cilët kanë sakrifiku, mirë po kur bëhet një analizë si tash e përgjithshme që tregohet dobia që ata që po vazhdojnë me gjenerata me vazhdu dhe me u pa produkti është shumë kënaqësi edhe është për mu vlerësu shumë prej komplet shtetit tonë, jo vetëm prej nesh si qytetarë të thjeshtë jemi të këtij vendi. Shkëndije përmende burri zguxon, domethënë mi tregu emocionet, mi shfaq emocionet. Çush dallon kjo te gjermanët? Domethënë, a janë edhe ata që ashtu si na që burri s'kan? Gjermanët janë edhe mazi se na, një farë okay. mënyrë, gjermanët bile janë si popull, kështu janë shumë me rezerva, janë më të ftoftë. Mirë po, gjermanët kur e kanë një sfidë emocionale, ata shprehen ma shumë. Këto unë me thonë, veç për analizës, unë çka kam mujtë vetë, do me thonë për ditëshmërinë teme me klient, po, me vërtetu. Do me thonë, kur për shembull një klient gjerman, e pagun seancën, e sakton të rëmimin, e pagun seancën, ai do rezultat. Don rezultat. Seancën e parë, seancën e dytë do me thonë e kërkon vetvetiu një farë rezultati, do me thonë don me pa atë wow efekt. Me shpërthyn emocione ose diçka me ndodh. Ndërsa tek klienteja shqiptare është pak më ndryshe, për arsye se ata suksesin më të madh e shohin që kanë marrë guxim edhe kanë caktuar një termin.
A po kupton? Domethënë aty ju duket që e kanë bën një hap tepër të madh. Ndërsa kur të vjen puna për mi shpreh emocionet, shumë ngurojnë. Shumë, domethënë edhe kërkojmë falje, si on fal, por Zoti s'di çka ndodhi sot me mua, jam shumë e fortë, jam shumë i fortë. Unë përkundrazi thon po liroje, edhe na gra shqiptare sa shumë kemi probleme me gjandra tiroide. Pse? Për arsye se gjithmonë jemi mësu me përbi. Më përbi. Për burra nuk po flases, për arsye se burrat më po mdoket gjenerata por janë bovi çimon. Mirë po unë e shoh, a di ç'e shoh unë? Unë e shoh që nuk është me rëndësi a vin burrat apo vin gratë. Me rëndësi është që një na par. Një na pal. Unë kur e kam për shembull gjinisë femrore, kuptohet krejt të martume. Kur ajo vjen edhe reflekton, se nuk është puna që unë i ndihmoj, mirë po kur ajo reflekton, kthehet te shtëpia edhe e ndryshon qasjen, si me fëmijë, si me burr. Kum pas për shembull raste që i kom taku dhe në aeroport, ka thonë, çka ki bo me gruën teme se krejt ka ndryshuar diçka ose e kundërta. Mirë po në mënyrë pozitive. Unë s'kam ndryshuar kur gjë, ka ndryshuar vetë personi ose klientja e cila ka ardhur edhe domethënë e ka ndëgjuar veten, ka pa perspektiva tjera, se thonë edhe klientesi thon vet çka dush trego në atë mënyrën që çka tregojsh i tregon vetes, për arsye se është një farë vetë reflektimi, edhe sa më mirë se me ndëgju veten çka mendimet e tua, se na mendime kem edhe ashtu, mirë po mi pa pak a shumë kështu para vetes, edhe mi këshyr mi pa një perspektivë tjetër aty, mendoj që është ndodh një ndryshim. Domethënë për marrë në përfundim e shoh një dallim që gjermanët janë më të rezervuar, mirë po i japin mundësi vetes mu shpreh emocionalisht, ndërsa ne shqiptar derisa ta qesim një lot, nuk e di. Është jo që nuk kemi, ne jemi shumë dhëmshëm edhe jemi shumë të hapur edhe jemi shumë popull emocional. Mirë po mendoj që ajo stigma që kemi kolektive, ai turpi, domethënë që nuk bën me shku te psikologu, nuk bën me tregu se është marrë, kjo mendoj që është pikërisht, nuk bën me tregu burri, se na dhe sidomos si gra jemi të rritna ashtu që mos i trego kërkuj çka ndodh brenda 4 mureve se nuk bën. Edhe në realitet nuk bën, duhet me ditë njëri ku adresohet, ku i tregon. Mirë po njerëz jemi edhe nuk është kur gjë me shku te një profesionist të shëndetit mendor kur e keni që rregullim psikologjik, edhe duke pas parasysh tash për shembull që gjenerata dytë është ka edhe simptoma ose pasoja të stresit posttraumatik, domethënë çrregullimit të ankthit, çrregullimit tash edhe të moshës mesme, të menopauzës e tjera. Kështu që secilit i kisha thonë pa marrë parasysh në diaspora në Kosovë, kur e ndjen që diçka nuk është në rregull, nuk ka shkon mirë mes mendjes edhe mes trurit edhe zemrës me kërku ndihmë ose mbështetje me thonë më mirë. Po, Shkëndija e përmende menopauzën. E di që ka qenë viral edhe u shpërndosh shumë një video e jotja realizune kohëve të fundit, në mënyrë shumë ndoshta që ka qenë autentike, që vetëm ka përjetuar. Ndoshta din edhe ajo mirë, po mesazhi ka qenë i transmetuar shumë mirë, ka qenë një përditshmëri shumë normale e një gru se cila domethënë është në stadet e veta qoftë para menopauzës ose menopauzë, edhe domethënë qysh mënyra që e ke përshkru. A ke pas feedback ose mesazhe në lidhje me këtë? Shumë. Se kur ka shikueshmëri normalisht që ka edhe interesim privat. Shumë vlera, ka pas shumë mesazhe sa që ndihem e pak më vjen edhe keq prej klientave që s'kom mujt kërkuj më përgjigj. Mirë po unë kur i kom hapur rrjetet sociale, ja kom me vetin di premtem që në rrjetet sociale nuk përgjigjna në komente, nuk japi përgjigje, domethënë kështu publikisht. Kush më shkruan privat, edhe ndoshta deri 12 natëri edhe nuk e lo krejtve pa ju përgjigj, e marr kohën, mirë po publikisht nuk e çashtu e kom parim me veten time. Mirë po shpresoj që ndonjë profesionist i kësaj fushë tregot i gatshëm edhe e kam plan me bën një intervistë me një profesionist shëndetit mendor, ginekolog ose pa marrë parasysh me këshyr që me shumë sa më shumë informata më jep audiencës, cilat më mirë me thonë, më jën të prit menzi që me marrë sa më shumë informata, sepse interesimi ka qenë shumë i madh. Fakti që interesimi Shkëndija më fal që të ndërprerja, ka qenë shumë i madh, a na tregon që na nuk dim për menopauzën?
Vlerë, po m'vjen keq me thonë, po m'doket nuk po deshme. Nuk po deshme, po nisna edhe për vetës teme, sepse menopauza, unë po flas për mami tam ndjes pas edhe për virës teme, kur i kanë kap nervat ose diçka, kanë thonë, a se ka kap klimaksi, që saj se i kalan. Kështu, mu më kujtohet kështu. Edhe kur fillova vetë mu ballafaqu me këtë sfid, me thonë luft, ish krejt ndryshe dhe nuk është me të vërtet është sfid shumë e madhe, edhe mendoj që edhe këtu duhet me pas me folë sa ma shumë, mos me lon kështu që është si tem tabu, menopauza, mirë po me folë. Për arsye se edhe burrat, nuk është që veç gratë, mirë po edhe burrat, edhen është andropauza, edhe burrat nuk janë në këtë pjesë hiç ma mirë, mirë po ata diqysh e te i kalojnë ma të stigmen e vetë që e kanë që unë jam burë edhe nuk flasë për shëndetin mendor. Mirë po, unë mendoj që sa ma shumë informacione, sa ma shumë të flasim për këtë pjesë, dhe mësë për shëndetin mendor është ma mirë. Nuk është puna që ne kemi mungesë të informacioneve. Unë mendoj që këtë epokë që po jetojmë, kur informacione, kur qasje, ma të shpejt e ma të letë në informacione nuk e më pas. Mirë po, sa është koncentrimi, sa është ashti durimi për me lexu një artikull. Për këtë arsye është edhe qëllimi jam në rrjetet sociale, sa ma shumë ja qitë ndërmend, se njeri është vetëm ja qenje që duhet për çdo ditë mja qitë ndërmend, për çdo ditë mja rikujtu. Kështu që mendoj që sa ma shumë të flasim për këtë pjesë, pa marrë parasysh, është menopauza, ankthi, frikat ndryshme, çrregullimi i stresit. Në përgjithësi për shëndetin mendor të flasim sa ma shumë në mënyrë edukative, për mos për vete, të flasim për gjeneratën e ardhshme. Po, Shkëndije i përmende vajzat. Po. A i nxit me shku në hapat e tu? Apo i lën, domethënë, a i stimulon në ndonjë formë? Domethënë që ato me ndjek këtë rrugën për shkak se, okej, sot jeti, edhe shqiptarët atje vazhdojnë me qenë edhe kanë nevojë shëndeti mendor gjithmonë është përderisa gjua shqipe tenton me qëndru atje edhe luftohet një farë forme se është luftë brenda familjes kur ti vazhdimisht domethënë tenton me majt vlera që ti ke dënë kombëtare në këtë rast. Çka mendon? Domethënë duhet me pas prap psikologë të tjerë të cilët kanë me u marr edhe njerëz kanë me shku me folë edhe shqip. Pikërisht. Në këtë pjesë vlerë me thonë drejten si nan nuk doket që ke bo mjaft kur. Se s'ka as nan të mirë, as nan të keqe, se cila në të mënyrën e vetë. Mirë po, unë mendoj si nan, diaspor, e kon kry detyrën teme. Pasi që vajzat e mia e flasin gjuhën shqipe shumë bukur, pasi që vajzat e mia, kur i pyet ku do në më shku në pushim, drejtim e kanë Kosovën, Shqipërinë, edhe vendet shqipfolse. Janë shumë të lidhura emocionalisht me vendlindjen, janë shumë të lidhja emocionalisht me farafisin, me familjen. Kjo për mu është, mendoj, merita, edukata ma e mirë që unë komujt me jap si non. Ndërsa tjetra vlera kombëtare, unë jem pak nacionale, shumë nacionaliste. Mirë po ne shqiptarë në përgjithësi jemi nacionalist. Mirë po jo nacionalist politik ose fanatik. Mirë po përmes krenarisë dhe mallit që kemi ne si diaspor, për arsye se ai ka qenë sforcimi që përmes mu asimilu, na ka bu pak nacionalist. Mirë po këtë sforcimin që unë që e kam trashëgu dhe e kam personalisht, nuk kam dëshirë me transmitu të vajzat e mia, milion të lira, mirë po mendoj që tash unë e kam kryu atë punën teme. Që tash ma herët për mu ka qenë shumë rëndësi ato mësë me haru gjuhën, mësë me haru priardhjen, ose që thot ai filozofi Goethe thot fëmijëve e pju, se janë të vogël e pju shtërngoja u rrënjët, ndërsa kur të rriten e pju krah. Kështu që unë këtë filozofi e kom përcjell, mendoj që e kom bo ma të mirën, edhe mendoj që secilit prind që vjen kësha shfrytzu rasin këto me këshill, nuk është s'kam nevojë me këshilla, mirë po sugjerim që secili prind i ri e re që vjen diaspor, pa marrë parasysh kohë, mos t'i lejojnë fëmin me harru gjuhën shqipe. Mos t'i harrojmë traditat, mos t'i harrojmë vlerat. Traditat tash po ndryshojnë, ajo është diçka tjetër, mirë po vlera, se ne si popull kemi vlera shumë të mëdha. Këto s'duhet ta harrojmë, duhet ta përcjellim te gjeneratat e reja, për arsye se mendoj se kem borxh të parëve tonë atyne që kanë sakrifikuar me shekuj për këto na ku jemi tash. Çka duhet me bo dy prind të ri shkëndije në Gjermani në këtë rast, ose kudo në diaspor, që me e rujt gjuhën?
Unë mendoj që në radhë parë sforcimin e përmenda ma herët që unë tash kom fillu pak mu tërhek, pra se edhe egoja pak ka fillu mu zvoglu me kalimin e moshës ose me arritjen e pjekuris, jo me sforcim, mirë po, me pa edhe kur del në gurbet, mos me pa tash si viktimizëm, viktimizim, jo në atë mënyrë, mirë po me pa, do më thonë, është zgjedhje. Tash falë Zotit, ne nuk e migrojmë për çështje kombëtare ose të përndjekur që kanë qenë të parë tonë. Mirë po tash është zgjedhje. Pas zgjedhje me bo me dignitet, me vlerë. Do me thonë, e ki mundësim, po jeton midis dy kulturave, mere ma të mirën aty ku po jeton, implementoje në familje, implementoje edhe në vendin ku vjen, tregoje atë kulturë kur të kthesh në Kosovë, kur jem pushime, bëj lidhjet farefisnore, familjare, mos i haro vlerat e të parëve, të prindve, edhe gjuhën shqipe paralel, i kisha apelu se cilit, mos të harrojmë gjuhën shqipe. Mirë po, me dashuri, jo me sforcim, po e përsëris edhe një herë, jo me sforcim që duhet, jo duhet. Po me fol. Me fol, jo duhet. Me dashuri, me mirësi, me respekt për gjuhën tonë, për kulturën tonë, për qenurit shqiptar. Kjo ke shumë e mirë, po realisht unë e po kom dëshirë prapë mu kthy tha shumë fjalë të mira për diasporën përgjithësi, për gjeneratës parë, po dhe për gjeneratën e tretë. Sa i përket pjesës gjuhës, profesionalizmit, edukatës, po na po dëgjojmë do të thotë që po ka, për shembull që dëshira aty na është me ardhe dhe me kontribu në Kosovë. Që ato vlerat që i kanë marrë në një shtet të caktuar të diasporës, me ardhe dhe me i integru këtu, që për ne gjithmonë është e mirë se ardhën. Po, çka mendon Shkëndije? A ke mendu ndonjëherë, apo mendon që këtu ka mjaftueshëm psikologë dhe ma shumë kanë nevojat atje? Unë mendoj në rastin tonë tash, rastin e psikologjisë, unë nuk mendoj që nuk kemi nevojë me kthy trunin në Kosovë, për arsye se seriozisht po e tham këto, nuk po e tham veç kështu, mirë po e tham me shumë dashuri dhe me shumë mirënjohje që kemi shumë profesionist kësaj fushë, falë Zotit. Mirë po në fusha tjera mendoj që diaspora është një resurse shumë e mirë, e cila duhet shfrytzuar. Mirë po kjo duhet ndodhë prej shtetit, prej prej institucioneve të përkatshme, si për shëndetësi, si për arsim, si për ka shumë mënyra të ndryshme për me shfrytzu atë njohurim profesionale që merret në perëndim e që Kosova ka nevojë. Unë nuk mendoj që ne duhet vim këtu të tregojmë çka bëhet më mirë, ose që ne dim më mirë, mirë po bashkëpunojmë me njëri tjetrin, edhe ta shfrytëzojmë një farë mënyre njëri tjetrin. Për arsye se unë personalisht, me këtë përvojën time, sa jam diaspor, çdo mërgjimtar që atje, a është si për Mars, a është profesor doktor, po marr parasysh sa ka arrit në profesionin e vet, target edhe objektiv edhe vizion e ka që kri këto që e kam, qysh me mujt me depërtu në Kosovë, qysh me kontribu në Kosovë, qysh me mujt të me përcjell në Kosovë, që ven jam të ka diçka prej kësaj. Për arsye se na nuk kemi shku në gurbet veç ashtu. Secili prej neve zakonisht ka shku me një vizion, me shku atje, po flas pe vetes. Unë në radhë parë kam shku më shkollu, edhe më ardh këtu me kontribu diçka. Mirë po puna jam u kry, mirë po tash këto gjeneratat e reja, ka profesionistë edhe kosovar që studiojnë jashtë, edhe nuk dojnë me nejtë në Kosovë. Në vërtet, në perëndim. Mirë po dojnë mu kthy në Kosovë, edhe unë mendoj që kjo është me rëndësi. Do me thonë, ne pa marrë parasysh që ka rrim perëndim, nuk e harrojmë prikuvim, edhe nuk e harrojmë, do me thonë, që dojmë e kemi dëshirën e flakt me bashkëpunu edhe me kontribu diçka për vendin tonë. Deri tash nuk ka qenë shumë e lehtë, për arsye se edhe për shkak të rrethonave, s'po janë politiko, bërse ato, mirë po ajo është punë e imja, mirë po mendoj që shteti kosovar nuk duhet të harroj që një burim njerëzor, një resurse ekonomike e ka diasporën në gjitha mënyrat, edhe këto nuk duhet ta Dhe shumë e madhe realisht, se deri tash
Na kem të folë për sfidat që gjenerata e parë e shqiptarëve atje i kalun, gjenerata e dytë, tash e treta, do me thonë, e para ishte ma sfiduse, ti e përshkruve shumë mirë, po tash prap, po vjen që ata po sfidojnë, po dojnë me sfidu veten, prap për Kosovën, po në Kosovën këtë rast. Do me thonë një farë cikli jetësor. Pikrisht, ne nuk kemi të përmbushur, ne gurbeqart, ne nuk kemi të përmbushur nëse nuk bëjmë diçka për vendlinjen. Ato jam e sigurt, mundesh mi pyet edhe emigrantët e Shqipërisë, Kosovës, të Medvezhit, Maqedonisë, secilin mundesh me pyet, jo me sigurt, që e kanë arrit ne realitet ne emigrantët ndoshta jemi pasuru materialisht, mirë po shpirtërisht jemi varfru. Edhe kemi secili prej neve kemi një boshllak i cili mbushet veç kur vim në Kosovë edhe kontribuojmë diçka. Pa marrë parasysh, a është një familjar, a është shteti, a është oborri, a është shtëpia, a është kemi atë kërkesë shpirtërore. Na duhet, për arsye se kemi pa e shohën e vet. Arrin diçka atje, mirë po shpirti të ka mbetë bash. E vërtet, Shkëndije, faleminderit shumë për krejt këto fjalë kaq të mira. Edhe gëzona shumë kur shoh pjesëmarrëse qoftë në konferencat ndryshme, qoftë në realizimet ndryshme, do të thonë Kosovë sa i përket pjesës anës tënde profesionale, kështu që nuk ndalesh, jo vetëm atje, mirë po. Unë thash edhe më herët, në psikologji thotë, nuk e di Freudi, kush e ka thonë që na çka bëjmë në realitet bëjmë për veti. Në farë mënyre, çka bëjmë për veti. Unë e cika edhe më herët me shumë sinqeritet, edhe jam këtë pjesë shumë transparente. Kjo më përmbush edhe deri tash çka kam arrit në jetë përpas lindjes vajzave është diçka s'krahasohet. Mirë po kjo është gjoja më e mirë që kam vendosur me bën jetën time, domethënë me punu me klientë shqiptare, me bashkëpunu me Kosovën, për arsye se tash pjem edhe më shpesh në Kosovë, edhe ndjem shumë e përmbushur. Unë përkundrazi jam shumë mirënjohës, shumë falendëruese ndaj klientës shqiptare që më zgjedhin, edhe kanë filluar me largu stigmën ndaj shëndetit mendor, edhe duhet të vazhdojmë këtë rrugë. Pa marrë parasysh në diasporë, a këto duhet bashkëpunojmë, edhe të punojmë këtë drejtim sa më shumë, duke mos e neglizhu faktin në çfarë pritshmërie, në çfarë dinamike jete jemi të jetu, edhe çka po vjen. Ajo është pak edhe më sfiduese. Kështu që mos sot, nesër, po jo nesër, po sot, të bashkëpunojmë edhe të punojmë këtë drejtim sa më shumë, se kemi potencial shumë, mendoj, si popull. Shkëndije, ke shumë kënaqësime të pas, shumë faleminderit. Faleminderit, gjithashtu, ndoshta fola pak shumë, po mundona krejt për një herë. Jo, realisht, kjo ka qenë koha jote, edhe mu dok pak, se di që ke pas edhe shumë çka me tregu. Po, në realitet. Për shkak të bagazhit profesional, përvojës atje, do me thonë me shqiptar, se nuk kemi shumë të tillë, do thotë na mundemi prapë, po them, me fol për shëndetin mendor, me himi pa statistikat në Gjermani, por realisht është ndryshe kur ti je në pjesë aty e punës profesionale me shqiptarët atje. Kështu që shpresoj që kemi mu taku prap. Me shumë dëshirë. Faleminderit, shumë faleminderit, edhe po them edhe një herë, shpresoj që nuk e të prova. Jo, as pak, ke shumë kënaqësi edhe besoj që është shumë e dobishme. Mirupafshim në episodin e radhës.